kryetar, të nderuar antar të Komisionit të Çështjeve Ligjore dhe Administratës Publike, është rastësi e veçantë dhe e bukur që të vi sot para Komisionit për Çështje Ligjore në një ditë të shënuar, sikurse është prej 77 vitesh 10 dhjetori, që përkon me ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut, e sankcionuar kjo në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut. Një dokument themelor ky, i cili prej 77 vitesh ka vendosur mbrojtjen e parimeve të dinjitetit, të barazisë dhe të lirisë, të cilat janë të drejta të pandashme për çdo qenie njerëzore. Dhe nuk ka ditë ndoshta më të shënuar se sa të vish para Komisionit të Çështjeve Ligjore për të parashtruar disa përmirësime që qëndrojnë në thelb të këtyre parimeve të sipërcituara. Dhe në këtë kontekst, besoj që ndajmë të gjithë vlerësimin, pavarësisht krave politik që kemi nderin përfaqësojmë, se diskriminimi është një prej atyre momenteve ku çdo shoqëri ndalet me vëmendje të veçantë, diskriminimi i cili përkufizohet si një trajtim i pabarabartë, i padrejtë, shpesh herë i pafavorshëm ndaj një personi apo një grupi personash apo komunitetesh për shkak të karakteristikave të tyre personale, të cilat në fakt janë të mbrojtura, duhen mbrojtur gjithmonë më mirë dhe mbi të gjitha janë dhe moralisht papranueshme. Këto karakteristika, për t'i vënë në duke edhe për publikun që na ndjek, lidhen shpesh herë me gjinin, por ato lidhen edhe me racën, me ngjyrën e lëkurës, ato lidhen me gjuhën. Shpesh herë në këtë komision lidhen edhe diskutime që kanë të bëjnë me etnin, me minoritetin, me fen, me prejardhjen. Pa harruar këtu edhe diskutime që kanë të bëjnë me paaftësinë, me moshën, me orientimin seksual, por edhe me bindjet politike, por edhe me statusin ekonomik, apo dhe me çdo tipar tjetër personal që mbart çdo qenie njerëzore. Dhe prandaj e bëra këtë parashtrim sepse në thelb diskriminimi ndodh kur dikush për fat keq, për fajde të shoqërisë, trajtohet më keq se të tjerët në situata të ngjashme, thjesht vetëm për shkakun se ai është ndryshe, dhe kjo vjen edhe për shkak veprimeve apo dhe të aftësive të personit. Dhe e përmbledhur këtë gjithçka që thash në mendjen e ndritur të Hannah Arendt në një prej kryeveprave të tij, sikurse është Origjina e totalitarizmit, barazia, dashur miq, nuk është një fakt biologjik, por është edhe një vendim ligjor, aq sa dhe një vendim politik.